Kjo ditë që ne po xhirojmë sot ka të veçantën e saj, ndryshe nga ditët e tjera. Po ashtu edhe për banorët e qytetit që lëvizin më shumë nëpër dyqane dhe janë të ngarkuar me punë. Veçanërisht, besimtarët musliman janë shumë të angazhuar për ta pritur festën e tyre të Kurban Bajramit sa më mirë. Gëzimin e ndjen në fjalët që ata shprehin për mikrofonin tonë. Festën e Bajramit e presim me gëzimin më të madh, se është festa e Kurban Bajramit, është festa e sakrificës, ku gjithë besimtarët gëzojnë dhe presim që të ndihmohen çdo familje që është në nevojë, qoftë edhe nga mishi i kurbanit, qoftë me ushqime, me veshmbathje, me çdo lloj. Presim fëmijët festën që organizojnë xhamiat e Tiranës. Presim ta fëmijët vizitojmë, na vizitojnë, shtrojmë tavolinat me gjërat më të mira që kemi mundësi. Të lutem, si po e prisni festën e Kurban Bajramit? Po e presim me gëzimin më të madh. Po e presim të gjithë njerëzit që besojnë. Po e presim me dashurinë më të madhe. Po e presim ne, po e presim dhe familja jonë. Është një gjë që na bashkon. Po e presim me fjalë mundësi që kemi, jam me mishqin gjimora, me kadaif, një ëmbëlsirë edhe të tjera. Zonjë, si po e prisni festën e Kurban Bajramit? Po e presim me gëzim dhe është festa më e madhe për muslimanët dhe e mira është se populli është shumë fukara të bëj sa më shumë sevape. Të ndihmojmë njëri tjetrin, të kemi dashuri për motra, për vëllezër, për prindit njerë, se shumica po e braktisin. Dhe lum ai që bën mirë në këtë dynja. Ju vetë në familje, si jeni përgatit? Unë jam përgatit, që Zoti jam mirë edhe nga gjendja ekonomike dhe nga gjendja shëndetësore, po puna është që ne duhet bëjmë sevape. Kjo fest e besimit dhe sakrificës i ka mobilizuar të gjithë, si pronarët që tregtojnë artikuj të shumë dhe aq të nevojshëm, po ashtu edhe blerësit që nxitojnë ta kenë sa më plot tavolinën e festës. Festa e Bajramit pritet shumë nga gjithë njerëzit, edhe nga ana jonë dhe merret shumë seriozisht, sepse njerëzit janë fanatik të baklavas. Edhe unë personalisht i përkushtohem me shumë ndjenjë dhe me shumë dashuri që të dali baklavaja e mirë dhe kur të kalojnë ditën tjetër të më thonë të lumshin duar. Është një punë shumë e vështirë që ta nxjerrësh atë që do, por është kënaqësia e madhe që marr unë personalisht nga puna që bëjmë. Më fal të lutem, këtë baklavan përse e keni përgatitur? Kjo është përgatitur si ëmbëlsirë që është tradicionale këtu në Shqipëri, baklava, dhe për festën e Bajramit. Edhe tani po i bëjmë shuropjes për ta shërbetosur. Keni shumë kërkesa? Ka shumë kërkesa, po më tepër vinë marrin dhe kështu me gjatë gjithë ditës. I uroj me gjithë zemër gjithë popullit shqiptar, gëzuar festën e Bajramit dhe t'i sjelli sa më shumë gëzime dhe lumturi në gjithë jetën e tyre familjare. Kemi përgatitur me furnizimin me pula, se kjo është gjëra kryesore me tik-tikun, me frutat e thata, se këtë gjëra do bëjmë me pejtat në gjëra që njerëzit të jenë të kënaqur me furnizimin që bëjmë. I shërbejmë popullit, si sa shërbejmë vetes. Keni punë, jeni të kënaqur me xhiron? Mirë, përgjithësi mirë. Me gjithë zemrën i urojmë gjithë besimtarëve shqiptar gëzuar Bajramin. Ne largohemi nga tregu me plot artikuj të shumtë të ndryshëm, duke i lënë në qetësinë dhe gëzimin e tyre besimtarët musliman, për të plotësuar gjithë shka u duhet atyre për festën e sakrificës sublime, për Kurban Bajramin e dashur që ata i duan aq shumë.